Wesley Clark tha se nuk i kujtoi që kishte parë asnjë dokument të UÇK-s në faqe 28160, 28170. Paul Williams e pranoi se përpara mujes nuk kishte parë asnjë dokument apo komunikat të lëshuar nga UÇK-ja në faqen 26890. Ndërkohë që John Duncan pretendoi se kishte parë shumë komunikate të UÇK-s, ai në fakt tha se nuk kishte parë asnjë që kishte të bënte me ekzekutimin e bashkëpunëtorëve dhe të rretharëve të kombit, dhe kjo gjendet në faqen 27136-27137. Dëshmitarët e tjerë të mbrojtjes, si për shembull James Rubin, anashkaluan nga komunikatat dhe deklaratat publike të UÇK-s si manipulime dhe propagandë. Kjo gjendet në faqen 26781-26799. Të nderuar gjykatës, ajo që del është se provat e të kësaj çështje janë të mbushur me dokumente të cilat dëshmitarët e mbrojtjes nuk kanë pasur qasje, apo që mund të kenë pasur qasje por nuk kanë parë, ose që kanë anashkaluar thjesht. Megjithë këtë, ndryshe nga që dëgjuat nga avokati zoti thanë që në shkuar, edhe me qasjen e kufizuar apo njohuri të kufizuar që kanë pasur, disa prej ndërkombëtarëve që ka thyrë Pala Mbrojtëse e kanë parë shënistrimin e kundërshtarëve lidhur me krimin.